Zona e djegur në fshatin Plani Bardh vijon të mbetet ashtu. Masivi pyjor me pishë të zezë në fshatin Plani Bardh në afërsi të qafës së Buallit, i cili u doq nga një zjarri rënë në korrik të vitit të kaluar, vijon të mbetet ashtu. Thuaj se të gjitha pemët e pishës në këtë masiv pyjor janë tharë për shkak të flakëve nga zjarri. Ndërkohë deri tani nuk është ndërmarrë asnjë veprim nga ana e Bashkisë Klos për pastrimin e zonës. Një pjesë e pishave vijon të qëndrojë në këmbë, një pjesë tjetër është shprehur për kalimin e linjës së tensionit të lartë. Të kontaktuar nga ana jon drejtues të drejtorisë së pyjeve pranë Bashkisë Klos, thanë se për këtë masiv pyjor të djegur janë hartuar projekte për mbjelljen e pemëve të reja, por fillimisht do të bëhet pastrimi i gjithë zonës. Ndërsa kanë kaluar afro 10 muaj që nga rënja e zjarrit, nuk është marrë asnjë masë për largimin e pishave të djegura. Bashkia e Klosit deklaron se gjithë lëndat drusore do të mblidhe dhe do të përdoret për llogaritë të saj. Pishat e djegura do të kthehen në 2 rasa, ku më pas do të përdoren për shtrimin e urave tip Bel që gjenden thuajse në çdo fshat. Megjithatë, urgjente mbetet situata për ripyllëzimin e zonës në mënyrë që të shmangen dëmet që vijnë nga erozioni në një terren të thyer si ai mbi fshatin Plani Bardh në Bashkinë Klos.